Pavarësisht se ndodhin ndryshime, figurash, individësh apo sistemesh, shteti është shtet, financat janë financa. Ngelen atje janë. Financat është pjesë e pasurisë të popullit, pjesë e pasurisë kombëtare, nuk është çështje individuale. Mund të themi që vjen një moment që revolucionarët me pikpamje, si thosh, bolshevike, të majta dhe me çik ndikim rus, vinë në fuqi në Shqipëri dhe kemi një qeveri të drejtuar nga Fanoli, i cili në momentin që është larguar nga Shqipëria përfundimisht, noli vet, ka të dhëna që noli bashkë me personat të tjerë, ka një listë të abuzimeve që ka bërë qeveria Nolit, derisa ka arritur aty që dhe shoferi i Fanolit të kishte franga ari si pjesë e pasurisë vet. A i bënte tenderat, a i bënte këto, shtetit i duhet kjo gjë, ishte ndërmjet si shoferi. Aq sa thuhet që nga arka e shtetit shqiptar janë marrë rrogat e administratës publike të 3 muajve. Janë zhdukur. Kur Fanoli shkoi në Amerikë. Atë javë. Atë javë është bërë një listë që këto kaq para do jepen filanit, kaq para filanit, kaq para filanit. Dhe 3 muaj janë marrë. Dhe 3 muaj paga të administratës publike janë marrë kesh para nga buxheti i shtetit. Po normal, se i duheshin zotërisë do shkonte në Amerikë. Po kur erdhi Zogu, që erdhi me ndihmën e ushtrisë Serbokrate Slovene, se ishte mbretëria Serbokrate Slovene, kur erdhi Zogu ka hapur letrat dhe i ka gjetur të abuzime dhe i ka publiku. Por, si thush, Zogut ju kthye si bumerang, sepse në fillim të prillit të 1939-s, për shkak të pushtimit të Shqipërisë nga Italia, Zogu largohet nga Shqipëria dhe vetë ka pranuar që ka marrë 50.000 franga ari dhe $2 milion të asaj kohe. Në një kohë që, sipas disa të dhënave të tjera, kur janë bërë kontrollet në thesarin e shtetit dhe në Bankën e Shqipërisë, sepse në atë kohë ishte dhe Banka e Shqipërisë, maksimumi që mund të ketë marrë Zogu, mendohet që maksimumi është 450.000 franga ari në pound. Jo në franga ari lira, po në pound. Pound britanik. Se që kam një imaginat me të valigje të zeza të mëdhaja. Dhe në atë makinën e bukur të Hitlerit që ja bëri dhurat. Është shumë interesant, unë do t'ju them diçka që ndoshta edhe nuk është thënë edhe më përpara në media. Në 5 dhe 6 prill, disa grupe militante të 39-s kanë dashur që t'i bëjnë atentat Hitlerit, Ahmet Zogut, sepse e dini që do largohen nga Shqipëria dhe 2 nga këto grupet i kanë bërë prit në Bilisht. Një grup ka qenë Teura Bilishtit, ka qenë Mitika Uçi, Vasil Progri, Haki Baroti, i kanë bërë prit Teure Bilishtit. Në pa vajtur në Kapshtic, ka qenë Jorgo Plaku me çetën Plak të Korçës, që ai e kishte trashëguar nga Themistokli Kërmei. Këta e mbrojtën apo edhe këta? Të dy donin t'i bënin atentat. Po të dy ishin grupe të pavarura nga njëri tjetri. Edhe pse njihen me njëri tjetrin, por ishin grupe të pavarura. Tani, ka një të dhënë shumë interesante për rolin e Enver Hoxhës në largimin e Ahmet Zogut nga Shqipëria. Deri para 2 ditësh ka dalë një publikim shumë interesant që Enver Hoxha ka qenë i dashur i motrës Zogut dhe Enver Hoxha ka shoqëruar Zogun deri në Follorin. Dhe mendohet që duke patur lidhje me grupin komunist Korçës, e ka njoftuar Zogun që do t'i bëjë atentat në Bilisht dhe Zogu atë natë ka fjetur në Zëmblak, Korçës. Kush e thot gjithë këtë pjesën që Enveri ka qenë afër Zogut? Ka dalë Pardje, ka është publikuar Pardje. E ka publikuar kush? Se nuk e mbaj mend, ta gjedhet.
zogu ka fjetur në zëmblak të Korçës te beu i zëmblakut. Tek ajo shtëpia e bukur është një... Dhe nuk ka vajtur në rrugën kombëtare për të ikur në Kapshtic, ashtu siç është edhe sot, sepse ajo rrugë ka qenë që në atë kohë, ajo rrugë, por i ka dalë nga mbrapa Progrit, është një fshat Maqedonas aty në Presp të vogël, dhe atje pastaj ka kaluar ka dalë në Kapshtic. Pra të dy grupet që dolën të i bënin atentat, i eliminovi duke dalë nga rruga dytësore. Dhe kur ka zbritur në Hotel Ritz në Londër, kuptohet që zogu vajti në Greqi, Greqia se pranoi, vajti në Istanbul, lëvizi, vajti në Turqi, ka vajti në Suedi, sepse mendoi që mbretëresha kishte gjak edhe nga afroni suedez, kështu që edhe atje mendonte që të kishte një... Në fakt Suedi e kanë pritur shumë mirë. Ka vajtë në Francë, nga Francë ka vajtë në Angli. Gjithë të rrugë ka bërë me një 10 baule të mbushura me flori. Kur ka zbritur në Hotel Ritz në Londër, një nga personat që e priti ka deklaruar e ka bërë publike që të paktën 11 baule të mëdha, nga të cilat 4 janë me flori, dhe pjesa tjetër janë me armë të shtrenjta, armë gjahu, me vlerat të tjera numizmatike dhe me pasuri të tjera. E gjithë kjo pasuri, pa tjetër që ka qenë edhe pjesë e tij, sepse ai ka patur rrogë, mendohet që në një moment të caktuar ka një dokument që ai ka shitur të gjithë pasurinë që kishte në mat. Dhe këtë ka bërë disa muaj përpara se të ikte. Prona tokat që ka patur në mat të vetat, i ka shitur, dhe po kështu ai me këtë justifikon edhe këtë pjesën e $2 milion. E bukur pjesë. Por ai nuk justifikon pjesën e 50.000 frangave ar, pound. Qartë. I justifikon të pjesën që ka shitur pyje toka në mat dhe me këto, megjithatë kush je ti që e ke këtë pasuri në mat që e shet? Nga i gjeta? Jam të tjetë. Po, si tjetë? Ja ka dhënë Perandoria Osmane. Është tjetër më bet. Ka një arsye. Po pra. Mirë, shkojmë në këshilla tregtare dhe kthehemi me ekspertin dhe studiuesin e ekonomisë Enrico Ceko. Jemi rikthyer në studio me disa fabulat të tjera që nuk janë dhe aq të trishta, po që janë të vërteta. Do të ndalemi tani te Enver Hoxha. Jemi afruar pak tek koha jonë. Jo te koha jonë e Nikol Vlesit, te koha jonë e jetuar. Po edhe te koha jonë, sepse ne kemi jetuar dhe në atë kohë dhe në këtë kohë. Enver Hoxha është një nga figurat më diabolike, më interesante gjithë historisë Shqipërisë. Jo vetëm të historisë komunizmit. Është një njeri që ka jetu në pushtet për pothuajse 40 vjet dhe që në vitin 1944 që komunistët morën pushtetin, nuk dihet, nuk ka të dhënat sakta për Bankën e Shqipërisë, për ekzistencën e vlerave monetare në financa shqiptare, vetëm ka një të dhënë që mendohet që në teritorin e Shqipërisë, në popullsinë e Shqipërisë, kishte gati 320.000 kilogram ar. 44. Dhe për njerëz në 44 filloi dhe gjuhetja e shtrigave. Nga 1944 vala e parë ka qenë 1944-1955 dhe vala e dytë ka qenë 1955-1969, ku me anë të dy ligjeve, një ishte ligji për tatimin e jashtëzakonshëm dhe ishte një ligj tjetër për konfiskimin e pasurisë të këtyre personave. Janë marrë, mendohet që vetëm në monedha floriri janë marrë mbi 43 milion monedha floriri. Tregtarëve, të pasurve, të asaj kohe. Kjo e evidentuar me dokumenta. Me raporte, me... Përveç bijuterive, pasurive, pajisjeve, shtëpiake, divaneve, koltuqeve, vlerave të tjera. Artizanale me arpa, me diamante. Në vitin 1991, me ndryshimet që ndodhen në Shqipëri, ka patur dhe një komision parlamentar për të kërkuar, për të investiguar për dëmet që janë bërë në atë kohë. Bile deputeti i Partisë Demokratike i ndjerit Teodor Keko ka drejtuar një grup kërkimesh dhe ai ka gjetur, grupi gjeti që
në periudhën 46-48 janë largu me anije nga Shqipëria, arka me Flori për në Dubrovnik, për të kalu pasaj në Jugoslavi. Arsyeja mund të thuhet që ishte pjesë e marrëveshjes ekonomike Shqipëri-Jugoslavi, e cila marrëveshje që pothuajse shkatroi ekonominë shqiptare, për të cilën u akuzua Koçi. U akuzu ministri i financave dhe pastaj Koçi Xhoxhe, i cili ministri vrau veten, Nako Spiru, dhe pastaj u akuzu dhe Koçi Xhoxhe, dhe pastaj kemi disa të dhëna, jo shumë të vërtetuara, të cilat tregojnë që edhe gjatë periudhës 51-52, po edhe gjatë periudhës 59-60, janë largu në drejtim të Moskës tonelata me Flori. Mendohet që është një sasi 8 ton arë dhe argjend, të cilat janë largu me 2 faza në Moskë, edhe si thush edhe si detyrim ndaj pjesëmarrjes në atë që ishte traktati në shtrirjen i Varshavës, në pjesën lindore, por mendohet që kjo ka qenë edhe një si farë detyrimi haraçi i qeverisjes asaj kohe të Enver Hoxhës ndaj Moskës në aspektin e mbrojtjes. Që shiko ti do m'japësh këtë, po unë jam i detyruar të mbroj. Për i të vërtetës, në vitin 1961 ka patur disa tentativa për të publikuar të dhëna për këto gjëra në Hungari. Disa gazetarë hungarezë kanë investigu, po ata u ndaluan që të publikonin, sepse nuk preke vetëm Shqipëria dhe Rusia, Moska, po preke gjithë bloku lindor. Këtë gjë kishin bërë edhe drejtuesit e tjerë. Qartë. Edhe bulgarët dhe rumunët e tjerë. Po gjatë kësaj kohe ka një... Po? Të mos harrojmë pjesën tjetër të kësaj periudhe të erët, që e gjithë pasuria që krijonte populli shqiptar, me fabrika, me uzina, me kooperativa, me ferma, e gjithë pasuria shkonte në atë që quhet Komisioni i Planit Shtetit. Edhe gjithë pasuria shkonte në Bankën e Shqipërisë. Për shumë interesant fakti që Banka e Shqipërisë ka patur një marrëveshje me Bankën e Zvicrës, marrëveshje e cila është prishur në vitin 1974, dhe askush nuk e di përse është bërë kjo marrëveshje me Bankën e Zvicrës, dhe pse është prishur marrëveshja po me Bankën e Zvicrës. Mendohet që Banka e Zvicrës i ka bërë një presion qeverisë shqiptare që do t'i bënte transparente të gjithë transaksionet që bënte qeveria shqiptare, dhe prandaj qeveria shqiptare është tërhequr. Nuk është se Banka e Shqipërisë, Banka e Zvicrës e prishi marrëveshjen. Është qeveria shqiptare që prishi marrëveshjen si zakonisht me Bankën e... Përveç borxheve, Enrico, që ne vazhdonim t'i kishim, t'i merrnim aty këtij që kemi prekur njërë në një emision edhe me... Shiko, është shumë interesant borxhet. Kinës, Rusisë, gjithë vende, Hungarisë, Polonisë, Rumanisë, gjitha. Edhe vetë Estoni arritëm derisa të kishim borxhe të palara. Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka një fakt interesant, që unë e di vetë sepse në bas viteve 2000 kam punu në institucion që jo shtetëror, që kishte mundësi që të kërkonte, dhe kemi gjetur fakte që Shqipëria deri në vitin 2000, të paktën deri në vitin 2010-2011, sepse në vitin 91 Shqipëria njofti borxhet që kishte marrë qeveria e mbarshme, pavarësisht se qeveria e mbarshme kishte marrëdhëniet me shtetet, po kishte marrë borxh. Në 91 u njofën borxhet dhe qeveria shqiptare i detyroi deri në vitin 2009-2010 që të pagunte borxhet e prapëmbetura. Pavarësisht se sa ishin, $10 milion, $8 milion, $7 milion, po i janë kthyer Hungarisë, Polonisë, gjitha shteteve janë kthyer me një skedulim, sepse Shqipëria ishte e varfër dhe ky borxh është pagu pa nga pak. Në një kohë të... Po, megjithatë, kemi edhe në vitin 1991 lindi dhe debati për kthimin e Floririt të konfiskuar nga anglezët për shkak të incidentit kanalit Korfuzit, Floriri që morën gjermanët me mbarimin e luftës së dytë botërore. Floriri që morën gjermanët, sipas studimit tuaj, është 2500 kg. 2550 kg armë. Po. Tani gjermanët si e morën? Na e morën neve, e konfiskuan si plaçk lufte? Gjermanët e konfiskuan si plaçk lufte dhe e morën me vete, me mjetet transporti, e çuan në Gjermani, dhe gjatë rrugës për të ikur në Gjermani, britanikët, nga që sulmuan autokolonën gjermane, gjetën Floririn, dhe mbas shumë kërkimesh, arritën të zbulonin që ky ishte Flori i Bankës Shqipërisë. Ishte Flori shqiptarëve. Në qoftë se nuk do ndodhte incidenti kanalit Korfuzit,
Britania do ja kthente Floririn Shqipërisë, sepse Shqipëria u rendit për krah forcave aleate në luftë kundër nazifashistëve. Por për shkak të incidentit kanalit Korfuzit, ku u vranë rreth 80 ushtarë dhe u plagosën rreth 80 ushtarë britanik, qeveria britanike e mbajti Floririn dhe me interesat e këtij Floriri ka pagu familjet e atyre ushtarëve që janë vrarë, sepse ishte dëm që i është bërë në territorin shqiptar. Një grup investigativ i kombeve, i Ligës Kombeve, është ngritur në vitin 1946 për të hetuar incidentin e kanalit Korfuzit dhe është evidentuar që bombat në kanalin e Korfuzit nuk janë vënë nga shqiptarët, sepse shqiptarët nuk kishin mjete dhe luftanie për të vënë bombat, por Shqipëria kishte dieni për këtë veprim dhe detyrimisht duhet njoftonte. Përderisa Shqipëria nuk njoftovi palën britanike për të kaluar që të mos kalonin anijet britanike në kanalin e Korfuzit, që u lejuan, plasën bombat, u vranë ushtarët dhe me interesat e Floririt janë pagu familjet e atyre ushtarëve të vrarë. Floriri është kthyer Shqipërisë shumë vonë, tani ndoshta diku nga viti 2014-2015, po i është kthyer në formën e dollarëve, është këmbyer me gati 30-35 milion dollar. I është kthyr dollar qeverisë shqiptare nga qeveria britanike. Gjatë kohës si ke punuar në ambasadën britanike në Tiranë, ke hasur në çaste, ke dëgjuar për tentativa shqiptare? Tratativat janë bërë që në vitin 1991 dhe deri në vazhdim. Tratativat për hir të zvërtetës, në fillim ka qenë interlokutor apo ndërmjetës ka qenë ambasada italiane në Shqipëri, sepse Britania s'kishte ambasadë në Shqipëri. Pastaj më vonë u fut ambasada franceze që bëri rolin e ndërmjetësit, derisa Britania caktovi ambasador në Shqipëri. Në periudhën që u kam qenë ambasadën britanike në Tiranë, ka qenë periudha që janë bërë bisedat e modaliteteve. Për hir të zvërtetës, duhet të themi që kryeministri asaj kohe të qeverisë mbas Ramizalis, zoti Fatos Nano, ishte i pari që guxovi që të tentonte të hapte bisedën për Floririn që kishin bloku britanikët për efekt kanalit Korfuzit, dhe është ai që, si thush, inicovi rifillimin. Ka patur një ide të Margaret Thatcherit në vitet e fundit të qeverisës së saj si kryeministre, bile ajo i ka çuar një mesazh qeverisë shqiptare, që shiko, ju jeni vetëm i vend në Evropë me cilin ne skemi lidhje, dhe për ne nuk ka rëndësi formë e regjimit, të paktën kontakte duhet kemi. Dhe ne? Qa bëm? Dhe ne i thamë që ne dhe barë do ham, po parimet nuk i shkelim. Kjo periudhë më mbrapa pastaj... Qa kohë është kjo moskthimi i përgjigjes? Moskthimi i përgjigjes është që nga viti 81 dhe në vazhdim. 78-79 dhe në vazhdim, për të mos thënë që edhe kur erdhi Churchilli për herë dytë në pushtet, i bëri një tentativë për të lidhur me Enver Hoxhën, për hir të historisë së luftës. Lidhjeve që kemi pas dhe në mesat... Churchilli në datën 8 prill ka mbajtur një fjalim shumë të rëndësishëm. Në 1939 ka mbajtur një fjalim shumë të rëndësishëm Parlamenti Britanik kundër pushtimit të Shqipërisë nga Italia, dhe ishte Churchilli që në 21 dhjetor 1942 ka thënë që qeveria ime ka Shqipërinë fort për zemër. Dhe në janar solli këto Special Operation Forces në Shqipëri për të mbështet të dy palët, edhe komunistët, edhe palën ballistë zogjiste. Po, në Shqipëri janë vrarë, po thuj se 48 ushtarak britanik. Shumë janë për një vend si Shqipëria. Për një vend dhe... Për një luftë të tillë për... Nuk është shaka, nuk është shaka të mos vendosësh marrëdhënie me Anglinë. Tani, shiko, Britania është drejtuese e Commonwealthit, mbi 50 shtete, 1/3 e territorit botës, 65% e pasurive natyrore të gjithë botës, një nga vendet më të rëndësishme të botës. 80% e gjithë transaksioneve financiare kalojnë nëpërmjet bursës Londrës. Kështu që themi që bursa e Londrës ka pasur shanse që qeveria Ramiz Alis të luante paratë e shtetit shqiptar në bursën e Londrës? Po, është luajtur në bursë. Është luajtur në bursë. Në vitet e fundit të regjimit komunist është luajtur në bursë, është edhe e pranuar edhe nga Banka e Shqipërisë. Gjitha këto që thua ti Enrico mu më duken kështu fali fukarajt në i lek ta bëv zoti marr. Edhe nga Banka e Shqipërisë është pranuar që ka qenë një periudhë në vitet e fundit të regjimit komunist është luajtur në bursën në bursë ndërkombëtare, për shkak se nuk kishin përvojë, janë humbur disa 10 miliona dollar.
thuhet 35-40 milion dollar, por nuk dihet eksakt se sa shifra. Në cilën fashë kohore? Në 87-89. 87-89. Në një kohë që bedohet që qiko, kjo është një gjë që mund të ketë edhe abuzime me këtë. Tham që luajtëm, po këto para i shumë diku tjetër. Ose lam atje diçka dhe nuk ka traceability, nuk ka gjurmëshmëri, s'ka të dhëna. Dhe vim pasaj në periudhën 90-91, ku kemi një periudhë që qeverit ndrohen, po nuk kemi asit dokument që kjo qeveri çfarë i trashëgon qeverisë tjetër. Po, mori kaq dhe rriti kaq se është gjë më elementare, është gjë më elementare. S'ka asnjë letër për këtë gjë? S'ka, kur cakton një magazinier të rriti dhe e ndron magazinierin me magazinë vjetër. Goshta, bullona, rondele, bicikleta, hekura, ku do të çka ka magazina. A për tani? E merr dorëzim tjetër. Nuk është kaq kollaj tani. Kur e kemi vjedhjen e thesarit Krapës? Po, në vitin 1997. Në fakt, mendohet që ka qenë një harë kohor. 1997-1999. Ashtu, ë? Ka qenë pikërisht periudha e firmave piramidale, e kaosit madh në Shqipëri. Mendohet që t'jenë marrë diku të 370 kg flori. Sa? 372 kg flori. Sa shumë. Tani, aty janë akuzu 3-4 persona tani me çaj kanë marrë ata. Me gomerën pra me mushka. Po tani, edhe gomari nuk i mban 300 kg. Po s'mund të merren 300 kg me Po njëherë. pra, Kështu që kjo qëndron në theshtat. Unë mendoj që kjo është marrë në disa faza dhe nuk është se ka qenë një. Do zoti ka ndërtuar në një gjë të paktën të hajrit. Po, çështja është se mos i kanë përdor për fushata, kjo është. Dhe pastaj vim dhe të kjo, edhe humbja e firmave piramidale është gati 2 miliard dollar. 2 miliard dollar, po, me është vlerësuar me parafërsi 2 miliard dollar. Pra kemi paralel, edhe vjedhjen e thesarit në Krap, 372 kg flori, që bëjnë miliona dollar, edhe gati 2 miliard dollar humbje në total, jo vetëm vlera monetare, po dhe këto shkatrimet që u bënë të gjitha, humbje nga firmat piramidale, dhe vim pastaj te kjo periudha e viteve 2014, 2013, 2014. Tani, po? Tani, që kemi vjedhjen e banknotave të dala jashtë përdorimit, 50.000 lekëshe, me lekë vjetra, 5.000 lekëshe, nga magazina e Bankës Shqipërisë, që duheshin prerë, që duheshin eliminuar. Megjithatë, mirë, tani po ta shikojmë nga ana procedurale, Banka e Shqipërisë ka drejt mbaj edhe një çiksi rezervë, që nëse mungojnë parat në treg, edhe ato para që nuk është se janë të dëmtuara shumë, me një vendim posaçëm për një moment sa për të rregulluar çik situatën dhe kthehen mbrapsht në. Megjithatë, në kushtet e Shqipërisë këto janë transaksione të vështira, janë procedura nga ana faktike, nga ana praktike, këto janë gjëra të vështira, nuk është e thjeshtë. Unë mendoj që Banka e Shqipërisë, bile unë kam dalë edhe në atë periudhë, kam dhënë disa intervista dhe në disa emisione bashkë me gazetarë të tjerë investigativ. Nxjerrja e thesarit dhe çuarja diku tjetër, dhe nxjerrja e parave dhe çuarja e parave në një magazin, që nuk janë në ndërtesën e Bankës Shqipërisë. Nuk janë brenda. Tani të ndalemi çik te Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë është ndërtuar nga një nga arkitektët më të mirë të Italisë. Kam përshtypjen se është Vittorio Marpurgo. Dhe Vittorio Marpurgo, vajza e Vittorio Marpurgos, në vitin 1968-69, ka çuar skicën e Bankës Shqipërisë në një konkurs ndërkombëtar, pa thënë që është Banka e Shqipërisë. E ka çuar në një konkurs ndërkombëtar dhe ka thënë që kjo është punë e babait tim. Dhe në atë konkurs ndërkombëtar, ndërtesa ka marrë çmim të parë. Është vlerësuar si një nga ndërtesat më të pathyeshme në botë. Duket ajo. Me mbyllje mekanike. Po patjetër. Flasim për mbylljen mekanike. Banka e Shqipërisë, pasaj ajo tha, kjo është ndërtesa që ka bërë babai im, tha, është Banka e Shqipërisë. Konsideroj si një nga ndërtesat më të pathyeshme nga ana mekanike. Tani janë futur të kompjuterat, butonat. Enter, delete, ku dion, është tjetër mohabet. Space. Po. Kështu që unë mendoj që nxjerrja e vlerave monetare nga Banka e Shqipërisë ka qenë një gabim madh teknik. Thesari kur ruhet poshtë Bankës së Shqipërisë është i bukur, ka një pozicion bërthama. Nga ana teknike është ndërtesa më e pathyeshme, s'kishte arsye pse të dilnin parat nga. Tani ju thoni që në vitin 2014 këto parat 50 që ishin për t'u asfiksuar, sa ishin 713 miliard lek. Lek shqiptare. Milion? Jo. Miliard? Miliardë. Qa milion? 700 milion lek? 713 miliard lek.
Që duheshin prishur. Që duheshin ekzekutu. Se ishin të vjetra, duheshin futur makinë të grijeshin, të dëmtuara, të gërvishtura, më shumë se 1/3 e pjesës kartmonedës. Dhe këtu shkonte ai tipi me ata të tjerët, këpusnin ndonjë nga ato. Po mirë, s'kanë bërë ndonjë të keqe. Zëre se kanë shkuar te Brumatriçja. Po mirë, do t'ju them diçka shumë interesante. Në fillim vitit 2000 Shtetet e Bashkuara kanë nisur një investigim pse ka shumë dollar në qarkullim botë. Sepse sasia e parave në qarkullim e dollarëve në qarkullim dikonte për efekt inflacionit në ekonominë amerikane. Dhe u arrit kuptoi që ishte Irani ai që hidhte monedhat falsifikuara në treg amerikane, eksakt si dollari amerikan. Dhe askush nuk e kuptonte që ishin dollar të falsifikuar vetëm për të dëmtuar ekonominë amerikane. Amerikanët kishte më shumë. Jo se fitonte në gjë Irani, vetëm i hidhte në qarkullim, vetëm që të krijojë inflacion për ekonominë amerikane. Qartë. Tani, të hedhësh 700 miliard lek të vjedhura, ti hedhësh në ekonominë e i vendit, kështu si pa dashje, si shtuti që merr fute, pi një kafe e gotion. Shikoni që sa është inflacioni në vitin 2014-2015. Po, shumë i lartë se sa inflacioni real bile. E kuptova, po edhe u burgosën këta njerëzit në bajmënd... Tani, një pastrus atje... Se ja vlen me burg për aq sa kanë të... Ky është problemi i ligjit shqiptar. Ligji shqiptar, kur ndodhin raste të tilla, nuk thot që do rrish aty te kolonat e Pallatit Kulturës, edhe kush të kaloj do të pështyjnë surrat, pa ama pasurinë do ta marrin, sepse e ke vjedhur. Patjetër. Jo, ligji shqiptar thot Fute pak në burg. Fute pak në burg edhe çka ka vjedhur, pastaj e ka të vetën. Mbajtë shtëpi. Jo, për mua ca fuçi të mëdha 1,50 metër te Pallati Kulturës, këta që bëjnë gjëra të tilla të futen aty te fuçitë dhe ti pështyn njerëzit dhe desha mbyten me pështymin e njerëzve. Që ta mbyllim në fund fare. Kemi dhe rreth 1 miliard lek që u mbasin çdo vit kot? Sipas kontrollit lartë shtetit. Për buxhetin e Shqipërisë, që në këto 10 vjetet e fundit këtu është luhatur, 5.5 miliard dhe 7 miliard euro, kemi 1 deri në 2 miliard dollar ose euro dëme në buxhetin e shtetit për shkak të abuzimeve, vjedhjeve, korrupsionit, për shkak të prokurimeve publike të bëra në mënyrë të jashtëligjshme, për shkak të abuzimeve në administratën publike e tjera. Kemi pothuajse 1 miliard, 1.5 miliard euro, bile ka vite që ka qenë dhe 2. Edhe 2. Në 7 miliard. Ajde. Jo GDP-ja, jo produkti përgjithshëm, po paratë e buxhetit shtetit. Ajde pensione, që do ishin rregulluar. Po, dhe përveç kësaj kemi që të paktën në 7-8 vjetet e fundit është marrë borxh ndërkombëtar 650 milion euro borxh. Do me thënë, edhe kemi 1 miliard dëme, po kemi edhe 650 milion euro borxh që e marrim, që është borxh që do e paguajnë shqiptarët. Dhe nga ana tjetër, i kërkohet shqiptarëve dhe bizneseve që të futen në tregun e bonave thesarit. Bonot e privatizimit, edhe ato ishin një lloj. Është tjetër bonot e privatizimit, një mënyrë tjetër për të shkatruar. Edhe ato ishin një lloj mënyre për të shkatruar ekonominë shqiptare. Për mua, unë e kam thënë disa herë, bile edhe në atë kohë unë kam qenë kundër procesit privatizimit. Kanë vlerë sot, Enrico? Po kanë akoma. Kanë një lloj kështu. Nëse kanë vlerën 50, për shembull janë 20. Janë 20, shiko, ka vajt nga edhe 4% vajti vlera atyre, kur s'kishte objekte në privatizim. Unë mendoj që ka teknika të mira për ta rigjeneruar ekonominë shqiptare, për ta ringritur edhe një herë ekonominë shqiptare në ditët e mira, se ekonomia shqiptare ka patur edhe ditë të mira. Unë do të them që ditët më të mira të ekonomisë shqiptare kanë qenë ditët e pushtimit italian dhe ditët e pushtimit gjerman, ku ekonomia shqiptare ka qenë ekonomia më e fortë ever ndonjëherë. Ashtu si kundër ka patur edhe ditë tjera të mira të ekonomisë, edhe kur janë drejtuar, edhe kur shteti është drejtuar nga shqiptarët. Puna është se ne bëjmë si lopa. E gjithë kjo historia që tregova unë për thesarin e Shqipërisë është që e mbushim atë kusin, edhe pastaj marrim çfarë duam kur duam. Po, i bim me shkelme dhe nuk e vendosim standardin e jetës. Nuk se shiko, është tjetër ta mbledhësh qumshin edhe ta bësh djath. Po pra, ta shfrytëzosh situatën se ruhet, djathi ka ruhet vlerë më të madhe. Ne e mbushim kusinë dhe i japim shkelmin edhe është e vështirë, Enrico, është në traditën tonë të ndodh kjo gjë. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj shumë për mundësinë, mendoj që i kemi dhënë shqiptarëve një
pikturë që si ata të mos jenë. Qartë, ke të drejtë, qëndron shumë kjo që the. Faleminderit. Gjithashtu. Je i ftuar dhe i mirë se ardhur në këtë studio sa herë që të kesh biseda të tilla të ngjashme. Mirë, mos harroni që kam përshtypjen që ne nuk jemi as të vjedhur, as të keq administruar, as të vjedhur nga i Floriri që mund të ketë një derkuc aty dhe që mban në shpinën e vet gjërat dhe të mira të formave të ndryshme. Kam përshtypjen se ne jemi duke shkuar në një fazë tjetër që ne po humbasim edhe asetin njerëzor. Shihemi herën tjetër në esencën tjetër. Natë e mirë.